Të nderuar besimtar, në hutben e sotme, në predikimin e sotëm, e gjithashtu ndoshta edhe në predikime të tjera, nëse Allahu i lartësuar na jep jetë dhe mundësi, do të flasim për një koncept shumë të rëndësishëm, të cilit Islami i jep shumë përparësi. Bëhet fjalë për edukatën. Bëhet fjalë për edukatën, të nderuar besimtar. Edukata si një koncept madhështor, fisnik dhe shumë i lavdëruar në çdo gjuhë të botës, në çdo vend të botës. Frytet e edukatës janë të dashura, janë të pëlqyera nga të gjithë njerëzit. Ashtu si dhe mungesa e edukatës është shkaku për çdo gjë të keqe, madje për urrëtie prej të tjerëve kundrejt teje. Nderuar besimtar, edukata është përmbledhëse e çdo virtyti dhe çdo cilësie të mirë për njeriu, ndërsa mungesa e saj është përmbledhëse e çdo të keqe, çdo gjë negative tek njeriu. Dhe edukata, nderuar besimtar, ndahet në 3 lloje, në 3 aspekte. Edukat me Allahun, me Zotin e gjithësisë, edukat me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu edukat me të tjerët. Edukat mes nesh dhe të tjerëve që na rrethojnë. Sa i përket edukatës me Allahun e lartësuar, është njeriu të veprojë gjithçka, prej punëve të dukshme apo të fshehta, të cilat i do Allahu i lartësuar dhe me të cilat afrohet tek Allahu, në të cilat ka madhërinë të Allahut, ka turp ndaj Zotit të gjithësisë dhe ka çuarje në vend të urdhrave të tij. Madje kjo edukat me Allahun e lartësuar dhe të japsh atij hakun që meriton, është edhe plotësim i besimit të pastër, të tauhidit, besimit monoteist të që njeriu të turpërohet nga Zoti i tij, dhe të jetë edukuar me Zotin e tij, do të thotë të çojë në vend çfarë Zoti do dhe kënaqet prej njeriu. Edukata me profetin sallallahu alaihi wasallam është njeriu ta imponojë veten e tij që ta pasojë profetin sallallahu alaihi wasallam në çdo të vogël dhe të madhe, pa i dhënë përparësi mendimit të vet, epshit të vet, dëshirave të veta, një medhebi që pason, apo një zakoni të trashëguar në mesin e njerëzve nëse kundërshtojnë rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra edukata me profetin sallallahu alaihi wasallam është që të pasosh rrugën e tij në çdo të vogël dhe të madhe. Ndërsa edukata me krijesat, me të tjerët rreth nesh, të nderuar besimtar, është që ti trajtosh ata me edukat dhe moral të mirë. Pra të kesh sjellje të mira dhe moral të bukur në ndërveprimin me ta. Gjithashtu, secilit prej tyre t'i japësh gradën që meriton dhe sillesh me të sipas pozitës që ka. Kjo është edukata, të nderuar besimtar, në trajtimin e njerëzve përreth nesh. Vetë edukata është njeriu të zbukurohet, të karakterizohet me çdo sjellje të mirë dhe të ruhet nga çdo sjellje e keqe dhe e shëmtuar. Edukata pra është njeriu të zbukurohet, të karakterizohet me çdo sjellje të mirë, qoftë në punët e tij apo në fjalët e tij, dhe të ruhet nga çdo sjellje apo fjalë e cila tregon për mungesë edukate apo e shëmton figurën e njeriu. Pra të nderuar besimtar, që njeriu të veprojë fjalë apo vepra për të cilat lavdërohet dhe të ruhet nga ato fjalë dhe vepra për të cilat qortohet. Dhe ne në këto hutbe, nderuar besimtar, do të flasim për këtë aspekt, për edukatën tonë me të tjerët, si duhet i trajtojmë të tjerët dhe si duhet sillemi ne në mesin e shoqërisë, duke u kujdesur në muslimanët që edukata jonë të jetë e veçantë. Sa herë njerëzit thonë filani shkon në xhami. Shpesh herë veprimet tona, fjalët tona, sjelljet tona me të tjerët bëhen shkak për largimin e tyre nga xhamia. Bëhen shkak që të akuzohet dhe të shëmtohet figura e muslimanit apo të keq përdoret apo të ketë keq informim tek njerëzit
të shëmtohet imazhi i fesë të cilën ne e mbartim. Prandaj shumë e rëndësishme ndëror besimtar që ne të edukojmë me edukatë islame në mënyrë që të jemi edhe ambasador të denj të fesë tonë të bukur tek njerëzit që na rrethojnë. Të lëm nga egot e vetes, të lëm nga edukata e keqe, të lëm nga çfarë nefsi jon, shpirti ynë e do prej epsheve, vetëm e vetëm për zbukuruar veprimet tona dhe fjalët tona për hir të Allahut të lartësuar, që edhe të jemi reklamues dhe thirrsa të denj të fesë të cilën Allahu i lartësuar na i bëri dhuratë. Të nderuar besimtar, nga e marrim ne edukatën? Nga e merr muslimani edukatën e tij? Në fillim edukata merret nga feja. Nga feja islame, nga feja e bukur dhe e përsosur islame të cilën Allahu i lartësuar e zbriti për të përmirësuar jetën e njerëzve. U mësoi njerëzve atë që nuk e dinin, u mësoi çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja, çfarë është e bukura dhe çfarë është e shëmtuara. Prandaj besimtari duhet ta mësojë fenë e tij dhe të zbukurohet me edukatën fetare që Allahu i lartësuar ka zbritur në librin e tij apo na ka mësuar për të profeti sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Dhe aspekti i dytë, se nga e marrim edukatën, është zakoni i njerëzve. Populli, çfarë ka trashëguar prej gjërave të bukura që e vlerësojmë. Njerëzit, cilat janë ato gjëra të cilat përputhen me logjikën e shëndosh dhe natyrën e pastër, të cilat janë të lavdëruara mes ne njerëzve. Muslimani i shikon dhe zbukurohet me to. Dhe cilat janë ato veprime, të cilat janë të shëmtuara, të urryera në mesin e njerëzve. Muslimani i shikon dhe ruhet prej tyre. Sepse mund të zbukurohesh me një moral fetar, por që bie në kundërshtim me zakonin e njerëzve, e ndoshta prish punë në fenë tënde me sjelljen tënde të cilës i ri rigoroz dhe mendon se me të jenë në rregull me Zotin. Duhet të përputhësh mes edukatës fetare dhe edukatës së njerëzve apo vendit ku banon. Nëse kjo edukatë e njerëzve, kjo sjellje e tyre nuk bie në kundërshtim me themelet fetare. Të nderuar besimtar, edukata ndahet në veprime të cilat janë në obligim që njeriu t'i zbatojë dhe veprime të tjera të cilat janë të pëlqyeshme dhe lënia e tyre urrehet, nuk pëlqehet. Kjo është edukata. Jo vetëm të bëjmë obligimet, por edhe të zbukurojmë me çfarë pëlqehet. Dhe lënia e tyre na ul vlerat tona përballë njerëzve të tjerë. E nuk ka dyshim se njeriu kur vepron me edukat dhe e stërvit veten e tij për të qenë i edukuar, e stërvit veten e tij për të qenë i moralshëm, natyrisht që derisa edukata t'i bëhet atij një zakon, një natyrë në veten e tij, natyrisht njeriu i tillë do të arrijë mirat e kësaj jete dhe do të ruhet nga dënimi i botës tjetër. Pra nuk është thjesht një gjë e pëlqyeshme në fe, por është çfarë të siguron mirësitë e kësaj jete dhe të ruan nga dëmi dhe dënimi i botës tjetër, edukata e mirë. Prandaj nderuar besimtar, duhet të dimë se cila është mirësia e edukatës, cilat janë frytet e moralit të mirë. Natyrisht që edukata është shkaku i lumturisë së njeriu dhe shkaku i shpëtimit të tij. Ndërsa mungesa e edukatës është shkak i mjerimit të njeriu dhe shkak për dënimin e tij. Nuk arrihen mirësitë e kësaj bote dhe botës tjetër vetëm me moral të mirë. Dhe nuk privohet njeriu nga mirësitë e kësaj bote dhe botës tjetër vetëm me edukat të keqe, me moral të keq. Prandaj, të nderuar besimtar, duhet që të bëjmë kujdes shumë për këtë koncept. Nëse njeriu e shton edukatën e tij, bëhet njeri edukuar, ai bëhet fisnik edhe nëse është në një shkallë të ulët shoqërisë. Njeriu me edukat vlerësohet në mesin e njerëzve, edhe nëse nuk është fisnik në mesin e tyre. Njeriu me edukat, të nderuar besimtar, respektohet mes e njerëzve edhe nëse është i huaj. E respektoj njerëzit, e duan njerëzit, edhe nëse është i huaj në mesin e tyre.
Njeriu me edukat njerëzit e kërkojnë, i shkojnë nga mbas, edhe nëse është i varfër dhe nuk ka në xhepin e tij apo në dorën e tij. Edukata është ajo që e ngre në mesin e tjerëve, i jep vlerë dhe e bën atë të dashur e të respektuar. E natyrisht që plotësimi i edukatës, zbukurimi i moralit është nga parimet fetare. Është nga obligimet fetare. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Unë thot jam dërguar, nuk jam dërguar për gjë tjetër, veçse që të plotësoj, të përsos moralet e bukura. Dhe në transmetim tjetër thot li utammima salih al-akhlaq, që të përsos edukatën e mirë. Pra, këtu profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se nuk është dërguar për gjë tjetër. Domethënë sikur misioni i dërgimit të tij, misioni i ardhjes së tij me këtë islam, është që njerëzit të edukohen, të jenë të sjellshëm, të jenë të moralshëm, të jenë të mirë në trajtimin e njëri tjetrit, të sillen me të tjerët siç duan të sillen të tjerët me ta. Të tregojnë të tjerëve atë që duan të shikojnë prej të tjerëve. Misioni i dërgimit profetit sallallahu alaihi wasallam është të përmbush moralet e larta. Prandaj nderuar besimtar, kushdo i cili i zbukuron sjelljet e tij, i mat fjalët e tij, është i kujdesshëm në veprimet e tij, i tilli ka ndjekur rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu i lartësuar thot në Kur'an duke lavdëruar wa innaka la ala khuluqin azim. E s'ka dyshim se ti qëndron mbi një moral madhështor. Pra ti ke moral madhështor, i thot Allahu i lartësuar, Zoti i gjithësisë, e lavdëron profetin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kushdo i cili përmirëson sjelljet e veta, është në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndjek shembullin e tij, ndjek rrugën e tij. Allahu i lartësuar na i bëft rrezik ne që të jemi nga ata që i jasojnë profetit sallallahu alaihi wasallam në moral. Nga duaja e profetit sallallahu alaihi wasallam, që e bënte në namazin e natës, ku robi është mes tij dhe Allahut, është vetëm me Zotin e gjithësisë. I lutet dhe lutja kur je vetëm me Allahun, larg syve të njerëzve, kur të tjerët janë i gjumë, dhe ti lutesh, natyrisht që kjo lutje ka sinqeritet brenda saj, ka madhështi brenda saj, ka rëndësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam luti dhe thoshte, ihdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Thot më udhëzo për morale të larta, të mira, sepse nuk udhëzon për to, veçse ti. Dhe largo prej teje, prej meje, hiq prej meje, sjelljet jo të mira, moralin e keq, sepse nuk i largon prej meje ato veçse ti. Pra sjelljet e këqija dhe moralin e keq nuk i largon prej meje veçse ti. Pra kjo është duaja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Enesi radhiyallahu anhu, thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ahsanun nasi khuluqa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me moralin më të lartë. Njeriu me moralin më të lartë. Ky është Islami. Ky është i dërguari Allahu. Të nderuar besimtarë, duhet ta vlerësojmë këtë Islam që Zoti na udhëzoi të. A e dini se në fetë të tjera profetët e Zotit janë njerëzit me më pak moral, janë pianec, janë imoral, janë njerëz pa edukat, njerëz me fjalë dhe sjellje të dyta. Ndërsa Islami tregon se ata profet kanë qenë njerëzit më të mirë, shembull për njerëzim. E ky është argument se ky Islam është i vërtetë dhe Kurani është libri i Zotit që duhet dëgjuar dhe pasuar. Dhe njeriu me moralin më madhështor ishte i dërguari i Zotit. Zoti na i çoi shembull, prandaj ne duhet të ndjekim shembullin e tij. Jo të jemi me një këmbë në Islam dhe një këmbë në ignorancë. Ti themi vetes musliman dhe sjelljet i kemi si sjelljet e ignorantëve. Duke mos u interesuar se çfarë shëmton figurën tonë dhe se si ne e reklamojmë dhe tregojmë besimin tonë. Nderuar besimtar, natyrisht që
çdo musliman i cili e imponon veten e tij, që të përmirësoj sjelljen e tij, i tillë është pasues i vërtet i profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë përpiqesh të rregullosh, të përmirësosh fjalët e tua dhe veprat e tua, ti je korrekt në Allahun e lartësuar, aq më shumë ti je pasues i profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo njeri që ka moralin e mirë, përpiqet ta përmirësojë atë, ushtrohet ta përmirësojë moralin e tij, është nga njerëzit më të dashur tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili është i dashur i Allahut. Nga njerëzit më të dashur tek profeti dhe më të afërt tek ai ditën e gjykimit. Do të jetë njeriu që përmirëson moralin e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot nga njerëzit më të dashur prej jush tek unë, dhe që do të qëndrojnë më afër meje ditën e gjykimit, janë ata të cilët i përmirësojnë dhe i përsosin moralet e tyre. Përmirësojnë dhe përsosin moralet e tyre. E nuk ka dyshim, nderuar besimtar, që të tillë njerëz janë edhe njerëz me moral, me besimin më të plotë. Askush të mos pretendoj dhe të shes mend se është i devotshëm nëse morali i tij kundërshton sjelljet të cilat na urdhëron Islami. Nëse fjalët e tij, gjuha e tij është e pa matur, pa frelë, nëse sjelljet e tij janë të ulta, atëherë mos pretendoj se është besimtar me devotshmëri, sepse veprat e tij, fjalët e tij tregojnë për mungesën e devotshmërisë dhe frikës së Allahut në zemrën e tij. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari me besim më të plot është ai i cili është më i mirë në moralin e tij. Është më i sjellshëm në moralin e tij. Pra njeriu që është me besim më të fuqishëm, më të plot, është ai që sjelljet i ka më të mira. Hadithi është tek Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani, Allah i mëshiroft dietarët tanë. Nderuar besimtar, gjithashtu morali i mirë është prej devotshmërisë dhe është standard i mirësisë. Morali i mirë është prej devotshmërisë dhe është standard i mirësisë njeriu. A do të dish se je i mirë apo jo? Shiko moralin tënd, shiko sjelljet e tua. A e ruan amanetin? A je besnik? A je fjalë mirë? A ruhesh nga gënjeshtra? Si sillesh? A je i ndyt në gojën tënde? Apo je i ruajtur, je fjalë mirë? Të gjitha këto, nëse njeriu i kontrollon veten e tij, duhet të kuptoj se sa i mirë është. Nëse do të kuptosh a je i mirë apo jo, shiko moralin tënd. Është standard i mirësisë, morali dhe edukata e mirë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se nga më të mirët mesin tuaj dhe më të zgjedhurit mesin tuaj janë ata që janë me moral më të mirë. Mos na vi keq nëse nuk e kemi moralin e mirë. Nuk kemi më të mirët. Më të mirët janë ata që e kanë edukatën e mirë, që kanë sjelljet e mira. Besim Allah na bëj prej tyre. Dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el birru husnul khuluq, devotshmëria e vërtet është morali i lartë. Devotshmëria e vërtet është morali i lartë. I nderuar besimtar, devotshmëria mes teje dhe Zotit është mes teje dhe atij. Nuk e shikojnë njerëzit. Njerëzit prej teje shikojnë çfarë u servir atyre prej fjalëve dhe veprave, si sillesh para tyre, si i trajton ata. A janë të sigurt nga gjuha dhe dora jote? A janë të sigurt në nderin e tyre, në pasurinë e tyre? Nga gjuha dhe dora jote. Prandaj devotshmëria e vërtet është morali i mirë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nderuar besimtar, njeriu që përsos moralin e tij, natyrisht që arrin gradën e atij i cili falet shumë dhe agjeron shumë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari do të arrijë me moralin e tij të mirë gradën e atij që agjeron ditën dhe falet natën. Pra shikoni se si arrin gradën e njeriu që është i devotshëm, vetëm duke përmirësuar moralin e tij. Madje morali i mirë është më i rëndi, që peshon më shumë në peshore ditën e gjykimit, kur të peshohen veprat tona. E ndoshta për një të mirë ne mund që mungon, ne mund të shkatërrohemi, ose për një të mirë më shumë që e kemi mund të shpëtojmë.
E nëse njeriu nuk ka shumë adhurim, le të përmirësoj sjelljen e tij, moralin e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë që rëndon më shumë në peshoren e robit ditën e gjykimit se sa morali i mirë, hadithi Sheikh Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani. Nderuar besimtar, morali i mirë është shkak për hyrjen në xhenet. Është shkak që njeriu të hyjë në xhenet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi është pyetur se çfarë i fut më shumë njerëzit në xhenet, cila është shkaku, puna që njerëzit i fut më shumë në xhenet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, devotshmëria ndaj Zotit dhe morali i mirë. Devotshmëria ndaj Zotit dhe morali i mirë janë arsyet kryesore që njeriu e bëjnë që të jetë nga banorët e xhenetit. Nderuar besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam ka premtuar shtëpi në krye të xhenetit për ata të cilët e përsosin moralin e tyre. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, unë i premtoj një shtëpi në fushat e xhenetit atij të cilit e lë debatin edhe kur ka të drejtë. Dhe një shtëpi në mes të xhenetit për atë i cili e lë gënjeshtrën edhe kur bën shaka. Dhe një shtëpi në krye të xhenetit për atë i cili e përsos moralin e tij. Garanci nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguari i Zotit nuk flet nga vetja e vet. Është shpallje nga Zoti ajo që flet. Garanci prej tij që kush e përsos moralin do të jetë në krye të xhenetit. Lutim Allahun e lartësuar na bëj prej atyre njerëzve. Nderuar besimtar, shumë prej parëve tanë të mirë kanë edukuar dhe kanë folur për moralin e mirë. I kanë dhënë shumë përparësi moralit të mirë, madje edhe para dijes. Ne si musliman sot i japim shumë përparësi dijes, të mësojmë gjëra për Islamit dhe kjo është gjë e mirë. Nganjëherë dikush i jep përparësi që të bëhet hafiz Kur'an. Dhe kjo është gjë e mirë dhe e lavdëruar. Por kur shikon dhe krahason veprat e tij me atë që mbart, nuk krahasohen. Veprat janë ndryshe dhe fjalët janë ndryshe. Teoria është ndryshe dhe praktika është ndryshe. Prandaj selefët, parë tanë të mirë, dietarët e tyre, jepnin shumë rëndësi sjelljes, madje shumë herë më shumë se dijes. Prandaj kemi shumë prej transmetimeve të tyre të nderuar besimtar se si ata e këshillonin të dashurit e tyre, të afërmit e tyre, nxënësit e tyre, bijtë e tyre, për të shtuar edukatën dhe për të qenë me moral të lartë. Abdullah ibn Mubarak, Allah më shëroft, thot, më ka thënë Makhled ibn Husein, një prej profesorëve të tij. Ne, thot, kemi më shumë nevojë për edukat, kemi nevojë për shumë edukat, më shumë se sa për pak dije. Ne nevojë kemi më shumë për shumë edukat, se sa për pak dije. Dhe në një transmetim tjetër të kësaj fjale, thot, ne kemi nevojë për pak edukat më shumë se sa për shumë dije. Pra, kemi nevojë të japim përparësi edukatës para marrjes së dijes. Thot Ibn Sirini, Allah më shëroft, i cili ishte prej tabinëve, pasuesve të sahabëve. Thot, më parë, thot, mësonin edukatën, moralin, ashtu siç mësonin edhe dijen. Ibn Sirini flet për brezin e sahabëve dhe brezin e tabinëve të mëdhenj, pasuesve të sahabëve. Pra dy brezat e parë të artë të Islamit. Thot, mësonin edukatën siç mësonin dijen. Pra siç mëson dijen për Islamit, të mësosh edhe sjelljen e mirë. Thot, njëri prej të parëve, thot, më ka thënë baba im, o birim, shko tek dietarët e mëdhenj, tek dietarët e fikut, dhe mëso prej tyre dhe merr prej moralit dhe edukatës tyre, sepse të bëhesh me edukat dhe të fitosh nga edukata e tyre, është më dashur për mua se sa të fitosh të mësosh shumë prej hadithit. Mëso prej edebit, prej edukatës tyre, thot, se këtu unë e dua më shumë se sa të mësosh shumë prej hadithit. Përmend Karafi, Allahu më shiroft, në një libër të tij të njohur, thot, Ruajmi, një prej dietarëve selefëve, i ka thënë birit të tij, birim, bëje, thot, punën tënde, pra moralin tënd,
morali yt le të jetë si kripa. Ndërsa puna jote, sjellja jote le të jetë si kripa, ndërsa sjellja jote, morali jote le të jetë si mielli. Ka thënë puna jote, sjelljet e tua, adhurimi yt le të jetë si kripa, ama sjellja jote le të jetë si mielli. Dhe kuptimi i kësaj është në masën që është mielli, në bërjen e bukës dhe kripa, edukata të jetë shumë, e krip edhe adhurimi le të jetë pak. Pra, masa e edukatës tënde le të jetë shumë siç është mielli në bukë. Ndërsa adhurimi yt, puna jote le të jetë edhe pak si kripa. Për t'i dhënë përparësi këtu dhe rëndësi këtu nderuar besimtar, edukatës më shumë se sa adhurimi. Nderuar besimtar, natyrisht që shumë prej edukatës me pak prej punës mirë është më mirë se sa të kesh shumë adhurim por pak edukat. Nëse më Allahu lartësuar na bëj rrezik të edukojmë me edukat të mirë, me sjellje të mira. Nëse më Allahu lartësuar të zbukuroj moralet tona, sjelljet tona, se nuk i zbukuron ato veç se ai, dhe nëse më Allahu lartësuar na ruaj me morale i keq, se nuk ruan prej tij veç se ai. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa tamu taslima ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, kur flasim për edukatën, nuk do të thotë se lëm pas dore çështjen e besimit, të akides. Sepse morali është një praktikim e asaj të cilën e mëson në besim. Madje besimi ynë, të nderuar besimtar, përbëhet nga fjalët dhe punët. Pra besimi është i brendshëm në zemër, shqiptohet me gjuhë dhe punohet me gjymtyr. E natyrisht që morali i mirë, nderuar besimtar, është një prej fryteve të besimit që kemi në zemër dhe që deklarojmë dhe shqiptojmë me gjuhën tonë. Morali i mirë është fryt i dukshëm, praktik i besimit që kemi në zemër. Të parët anë të mirë dhe dietarët në breza i kanë kushtuar shumë rëndësi moralit, madje kanë futur atë në librat e besimit, të akides. Shumë prej tyre, dhe në Shqip janë përkthyer libra të cilat përmbajnë kapituj brenda tyre, librat e akides të vjetër, që përmbajnë brenda tyre kapituj të edukatës. Imam Sabuni, Allah më shëroft, në akiden e selefëve dhe dietarëve të hadithit, i përkthyer në Shqip, përmend një kapitull të tërë për edukatën. Dhe të tjerë veç ti prej dietarëve, e nga dietarët e mëdhenj që kanë futur edukatën tek akidja është edhe Sheikhul Islam Taymije në librin e tij Aqidatul Wasitiyye, i përkthyer në Shqip. Ne duhet vetëm të lexojmë dhe të zbukurojmë me këtë moral. Ta gjejmë aty se si edukata është pjesë e akides. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam e sqaron qartë dhe saktë kur është pyetur nga njëri prej arabëve, njëri prej bashkëkohësve të tij, para se të vejë musliman, Amr ibn Abasa radhiyallahu anhu, i thot, çfarë je ti, i thot. Pra shkon në qape, dëgjon njerëzit flisin për të, shkon dhe takon vetë. Ishte njeri i zgjuar, njeri me dije shumë, që nuk mund t'ja hidhte kushdo, e njihte mashtruesin dhe e njihte njeriu besnik. I thot, çfarë je ti? I thot, unë jam profet. Çfarë është një profet? I thot. Thot, Zoti më ka dërguar. Thot, me çfarë të ka dërguar ty Zoti? Thot, më ka dërguar Zoti me misionin që të urdhëroj për mbajtjen e marrëdhënieve familjare, farefisnore. Dhe të thyej idhujt, statuja që njerëzit adhurojnë, dhe që të mos adhurohet veç se Allahu i vetëm. Shikoni misioni i profetit sallallahu alaihi wasallam. Bashkimi mes adhurimit Zotit vetëm, shkatërimit të idhujtarisë dhe përsosjes moralit, pra ruajtja e marrëdhënieve farefisnore. Është një tregues i edukatës mirë të njeriu të nderuar besimtar. Gjithashtu nderuar besimtar, morali i mirë është një pengesë që kundërshtarët e Islamit të mos e luftojnë të fe. Janë sjelljet jo të mira të muslimanëve, të paditur, të pa mësuar dhe të edukuar me edukatën islame.
të cilat i bëjnë shumë prej kundërshtarëve të Islamit, që nuk e njohin Islamin, që të mos e pëlqejnë këtë fe. Sjelljet e muslimanëve, dhënia e tyre mbas harameve, sjelljet e tyre të ulta, gjuhët e tyre të pamatura, mënyra si i trajtojnë njerëzit, mungesa e edukatës, bën që ata të cilët janë në Islam të mos afrohen në të fe. Qëndrojnë larg, sepse thonë ja muslimanët, ja sjelljet e tyre. Ky është Islami. Prandaj edukata nderor besimtar i ul armiqësitë të tjerëve. Dhe veç kësaj i afron të tjerët me Islamin edukata e mirë. Sa njerëz me edukatë të mirë janë bërë sebeb që njerëzit futen në fe. Pa folur muslimani. Vetëm me sjelljet e tij, me trajtimin si i bën familjes, me trajtimin e komshinëve, me mënyrën si sillet në lagjen e tij, me mënyrën si sillet dhe vepron me të tjerët në tregtinë e tij, në marrëdhëniet e tij, si i trajton të tjerët. I ka bërë kjo gjë që të afrojnë njerëzit me Islamin. Prandaj nderor besimtar është përgjegjësi për të gjithë ne që t'japim rëndësi moralit, edukatës, të zbukurojmë me të, dhe ta bëjmë këtë si adhurim ndaj Zotit gjithësisë. E sa më shumë të moralshëm jemi, aq më shumë të bashkuar do të jemi, të dashur me njëri tjetrin, dhe Allahu i lartësuar do të na jap mundësinë, potencialin për të ndikuar tek të tjerët. Mungesa e edukatës dhe sjelljes mirë dhe moralit mirë me njëri tjetrin dhe me të tjerët bën që të dështojmë, e Allahu i lartësuar thotë: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Sa herë që ju grindeni për plasjen me njëri tjetrin, ju keni për të dështuar dhe nuk keni për të pasur pozit dhe ndikim tek të tjerët. Lutim Allahun e lartësuar na bëj të mundur që të përmirësojmë moralet tona dhe të jemi thirrsa të denj në rrugën e Allahut të lartësuar. Të nderuar besimtar, kjo temë është e gjerë dhe ne me lejen e Allahut, nëse Allahu i lartësuar na jap jetë dhe mundësi, do të flasim edhe në hutbe të tjera, konkretisht për edukata konkrete me të cilat duhet zbukurohemi dhe morale nga të cilat duhet të ruhemi. Them fjalën time dhe kërkoj falje Allahut për vetë dhe për ju. Kërkoj falje atij sepse është falë i madh. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.